Është disa herë që policia pothuajse se të gjitha mitingjet e opozitës e kalon kompetencën. Nuk është lajm i ri. Edhe çudia është që ne gjithmonë kemi deputet të dëmtuar dhe mjaftohemi me kaq. Ai mas një javë, mas 2 javësh del prap në bulevard, bëj protesta. Ore, duhet merremi çik më thellë me këtë opozitë. Opozita kaloi një fazë shumë vështirë në rithemelimin pas ndarjes. Kaloi ajo pjesë. Tash mendohet që opozita është unifikuar, Partia Demokratike në fjalë. Por çfarë do të bëj kjo? Si do ta hedhë Edi Rama? Duke prodhuar lajm nëpër studia, a pat Molotov apo s'pat Molotov? Ke hyrë në zgjedhje dhe ke humbur zgjedhjet, zotë. Tash duhet të qëndroje historisë, ose zgjedhjet janë të vjedhura dhe të qëndroje, ose futun një proces demokratizimi, hapje partije që thjesht i besueshim. Nuk është fare, kjo opozitë nuk e shoh fare të fortë, të them drejtën, ta rrëzoj Edi Rama me këtë lloj mënyrës, madje ndonjëherë kanë filluar të mendoj që më të interesuar jemi ne dhe shumë kolegë tanë që dalin nëpër media për një rotacion politik sesa opozita e Partisë Demokratike. Duket sikur nuk janë serioz, nuk duan ta hedhin. Se shumë po të thuash nuk di ta hedhin. Njerëz që kanë 35 vjet në pushtet dhe me gjithë ato skandale që ka. Po ndoshta s'do ta hedhë dhe ti po thua tani po kërkon një gjë që se duan vetë ata. Po pra këtë shqetësim prap kam thonë, duket nuk duan ta hedhin. Mendoj që përballë një pushteti që nuk pranon dot as sharjen, as Molotovin, as protestën tani dhe kërkon një polici sa më represive, opozita ka mbetur në të njëjtën skem, është si themi është bindur, është bindur në kuptimin që del aty për të bërë adetin, që e dim gjithë se cili duhet rezultati. Dhe pastaj shpërndahet në shtëpi me atë dekoratën e heroit, kush mori më shumë gaz lotësjellës, kush mori më shumë ujë me piper. Në fund rezultati kush është problemi. Ne shikojmë garën e drejtorit të policisë, drejtori i ri i policisë është në garë me parazit e tij, kush i dhunon më shumë opozitarët, kush kap ata çunat e Molotovit që i quajnë për mediat e Ramës, se i quajnë çunat e Molotovit. Dhe këtë radhën e pam se si ata çan murin e deputetëve që mbronte këta çunat e Molotovit me dhunë. Ndërkohë që mund ta bëjnë edhe pa dhunë. Qartë. Ai është grup deputetësh. Që duhen marrë ata që shkelin ligjin, nuk mund të themi pse i marrin. Sigurisht nëse ke prova. Por të çashin mur deputetësh duhet bërë pa dhunë. Ata e bën me dhunë. Kjo tregon që gara mes drejtorit të policisë, devotshmëria që do të tregojë drejtori i ri i policisë, i kalon kufit e ligjit. Ai nuk ka parasysh ligjin, por ka parasysh kryeministrin. Thotë, ti hoqja i çunat e Molotovit me mjetet, nuk pyet afare dhe nuk do kesh më. Dhe sot ne pam që gjykata për herë të parë kishte një dyzim për t'i liruar ata. Nuk e di si u mor vendimin, vetëm në burg një pjesë. Po, për herë të parë, për herë të parë mbetën në burg. Ose i kapën me 6 paraqiti. Po. Po kjo burg ishte lajmi që policia punonte në këtë mënyrë dhe rezultati ishte i tillë. Kështu i mendoj që represioni rritet i një qeveritari paranojak, i cili nuk pranon më as protesta, as kundërshti, as gjë, sepse çdo gjë e sheh si fundin e vet. Edhe për shkak të asaj që ka bërë zgjedhje, kuptohet? Dhe një opozitë e cila është e dorëzuar përpara paranojës së dhunës që ushtron ai prej paranojës. Një opozitë që nuk kërkon mjete të reja, kërkon të njëjtat mjete dhe të ketë të njëjtin rezultat, që është ky rezultati që dim. Që dalim aty dhe themi e tmerruam Edi Ramën dhe të tmerruar janë vetëm mbështetësit e opozitës që nuk dalin më. Po, bëdan. Atëherë unë po ndalem te një tok fjalësh oksimoron që lideri i opozitës Berisha përpërtor vazhdimisht. Kryengritja paqësore. Po shumë rëndësi se çfarë don opozita dhe lideri ose koncepti i kryengritjes paqësore. Do të thonë, ne nga ky tok fjalësh na kuptojmë se kjo kemi ne. Jo, thash për temperaturën, hajde. A është mendimi më i rëndësishëm se temperatura? Ose nuk bëhem mirë unë. Ose ndoja më të gjendje ngritare. Dikon temperaturat e mendimi. Atëherë, kur e ke mendimin, se po se patë. atëherë,
Dhe kryengritja patësore duket ndonjëherë që këto fjalë është ideologjik. Por në të vërtetë është i menduar. I menduar duket në fakt. Jo i menduar, por kur është i menduar, atëherë e shohim si është veprimi. Nëse me kryengritje, fjala kryengritje ka në brendësinë e saj rebelimin, thyrjen, përmbyshjen e pushtetit, tensionin e vazhdueshëm e tjera, paqja ka normalisht qetësinë, rendin, mungesën e dhunës. Por nëse ti këtu i ke brenda, e ke rebelimin, por e ke edhe Molotovin. Prandaj, këto fjalë, kryengritja patësore, nuk ka kuptim me këtë që shohim. Pra sy se ka armë. E arma është Molotovi. Tash, doktore ka gjetë një, po themi një këtë tok fjalësh për të arsyetuar çdo dhunë që mund të përdoret nga protestuesit. Kryengritje patësore me ato mbrendrinë e rebelimit dhe me Molotovet mrenda. Dhe ky arsyetim i kryengritjes patësore ka një kohë të gjatë që është mbrenda, edhe për faktin që institucionet realisht e kanë lejuar për arsyet e veta, në këtë rast policia. Ka muaj që Molotovin e ke aty dhe policia s'ka u lëmtuar asnjëherë. Po ndoshta ishte dashur edhe policisë ta përdorin ata? Jo, e kam një diku. Antoni foli për dekoratën e herojt. Dekorata e herojt është viktimizimi i cili vije të antarët, shihet të antarët, jo të njeriu i zakonshëm, të antarët e Partisë Demokratike të kryesisë ose deputetët. Por për te dekorimit të herojt, Berisha e kërkon një gjë, 21 janarin me çdo kusht. Një njeri për të ekuilibruar ato që dikur ka ndodhur dhe për ta ndërtuar rrëfimin e ri politik. Politikisht është dorën zemër, në një farë mënyrë është hap i madh dhe kërkimi i viktimës të domosdoshme për të ndërtuar rrëfimin e politik është jo humane. Politikisht është e arsyetueshme në kuptimin, por është jo humane. Dhe kërkimi i viktimës me çdo kusht, se dekoratën e herojit e kanë marrë disa deri tash. Po. E kanë marrë. Por ende nuk e kemi viktimen që ndërton rrëfimin. E kanë marrë kryesisht ata që janë më afër Berishës. Po, normalisht. Ata dalin aty dhe ata tjerë nuk shihen. Berisha aty rrezikohet listën e mbyllur. Po kthehemi te por kjo që thua ti që kërkon viktimën është jo racionale sepse nuk duket sikur ka ndonjë tendencë nga policia ose nga qeveria që të ketë një dhunë të tillë të atij niveli sa të prodhojë viktimë.